Emisioni investigativ Plug në Syri Televizion ka hedhur dritë mbi ato që cilësohet si një nga aferat më të mëdha të koncesionit në shëndetësi, kontrollin mjekësor bazë i njohur ndryshe si check-upi. Plug zbuloi se kompania Marketing and Distribution e Vilma Nushi, që ka në pronësi shoqërinë 3P Life Logistik të koncesionit të check-upit, ka financuar ndërtimin e kullës Exposita Building në Tiranë. Kjo kullë është në pronësi të Luan Matos, babai të Ervin Matos, i arrestuar me kërkesë të SPAK në Brazil për trafikim ndërkombëtar narkotikësh. Investimet e radhës i përkasin me Luan Matos, i cili të paktën në shkresat zyrtare nuk disponon të ardhura për të justifikuar shumën e disbursuar. Konkretisht, në vitin 2018, kompania Marketing and Distribution kalon për llogari të shoqërisë Victoria Construction një shumë prej 1.1 milion eurosh. Nga të dhënat e bilancave të kompanisë Victoria Construction, nuk specifikohet arsyeja pse Vilma Nushi i ka dhënë një shumë të tillë monetare kompanisë, por derdhja e parave nga Vilma Nushi për llogari të kompanisë së babait të Ervin Matos u bë vetëm një vit përpara se Edi Rama dhe Belinda Balluku të firmosnin lejen e ndërtimit të kullës Exposita Building, e cila po ndërtohet në truallin e ish Expositës në kryeqytet. Konkretisht, në vitin 2018 Vilma Nushi paguan këstin e parë të parave për llogari të kompanisë Luan Matos, ndërsa më pas në vitin 2019 me firmë të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut u miratua edhe leja e zhvillimit të godinës polifunksionale Exposita Building me vendodhje në bulevardin Gjergj Fishta, Tiranë. Kulla me lartësi 93 metra do të ketë 29 kate, 24 mbi tokë dhe 5 nën tokë. Sipërfaqja e përgjithshme e 24 kateve do të jetë rreth 42 metër katror dhe do të shërbejë si qendër tregtare, ambiente për zyra dhe banim. Exposita Building me vendodhje në bulevardin Gjergj Fishta. Kulla me lartësi 93 metra do të ketë 29 kate, 24 mbi tokë dhe 5 nën tokë. Sipërfaqja e përgjithshme do të jetë 42.000 metra katror. Ajo që bie në sy është roli kyç i milionave që u janë marrë shqiptarëve për të investuar me pas me kullat që shndërrohen në parajsën e pastrimit të parave. Nëse do i marrim me radhë pagesat e disbursuara nga Vilma Nushi, korrespondojnë pikërisht me shpenzimet për pagesat e arkitektëve të huaj. Një kusht ky i vendosur nga kryeministri me qëllim miratimin e lejes. E më pas, investimet e radhës i përkasin Luan Matos, i cili të paktën në shkresat zyrtare nuk disponon të ardhura për të justifikuar shumën e disbursuar. Për më tepër, nga hoteli në pronësi, ai nuk ka tërhequr dividend, por çdo fitim është quar si rritje kapitali. E po në këtë periudhë, hoteli në pronësi të Luan Matos i është nënshtruar rikonstruksioni total, çka do të pamundsonte çdo justifikim të sigurimit të të ardhurave. E po në këtë periudhë, hoteli në pronësi të Luan Matos i është nënshtruar rikonstruksioni total, çka do të pamundsonte çdo justifikim të sigurimit të të ardhurave. Gjithashtu emisioni Plug zbardhi detaje të rënda nga abuzimet skandaloze me paratë e koncesionit të check-upit. Sipas dokumentave zyrtare, shteti shqiptar i ka paguar më shumë se 15 milion euro TVSH Vilma Nushit për koncesionin e check-upit, ndërkohë që shërbimet mjekësore janë të përjashtuara nga pagesa e TVSH-s. Sikur të mos mjaftonte ky abuzim, Vilma Nushi ka përfituar miliona euro si dividend nga kompania e koncesionit të check-upit, ndonse në kontratën koncesionare ishte zotuar se fitimi neto vjetor do të ishte jo më shumë se 200.000 euro. Një nga skemat e përfitimit të parave të shqiptarëve ka qenë edhe ajo e autofaturimeve apo faturimet brenda grupit të kompanive që zotërojnë shoqërinë koncesionare. Në këtë mënyrë, miliona euro të check-upit kanë përfunduar përsëri në xhepat e Vilma Nushit dhe kompanive të lidhura me të afërmit e saj, të cilet janë kontraktuar nga kompania koncesionare për shërbime të ndryshme. Investigimi publikoi edhe dokumenta zyrtare që tregojnë se pavarësisht kryerjes së check-upit, për qytetarët shqiptar nuk ka patur asnjë ndikim në përmirësimin e shëndetit të popullatës. Jo vetëm kaq, por Ministria e Shëndetësisë ka paguar miliona euro për analiza të pakryera, pavarësisht se në kontratë ishte parashikuar që pagesat do të kryheshin vetëm për numrin e analizave që do të zhvilloheshin dhe jo për kufirin minimal prej 475.000 testesh që ishte përcaktuar në kontratë. Koncesioni i check-upit vijon të jetë nën hetim nga SPAK, ndërsa deri më tani për këtë aferë nuk ka patur asnjë zhvillim.